Në vitet e fundit, institucionet e sigurisë së Kosovës kanë intensifikuar përpjekjet për të luftuar veprimtaritë e dyshimta të spionazhit, kryesisht në favor të shërbimeve inteligjente serbe. Policia dhe Prokuroria Speciale kanë realizuar disa arrestime në kuadër të hetimeve për cenim të sigurisë kombëtare. Në vijim, I shpjegojmë disa nga rastet kryesore dhe pyesim ekspertët se a është vërtet kaq aktive inteligjenca serbe në Kosovë. Më 7 maj u arrestua Hysri Selimi, shtetas I Kosovës, në dyshimin se bashkëpunonte me bijan serbe. Sipas dosjes hetimore, ai dyshohet se ka dërguar të dhëna për persona të radikalizuar, si dhe për pjesëmarrjen e tyre në luftën në Siri. Vetë Selimi kishte luftuar për krah ISIS-it dhe ishte dënuar me burgim pas riadhesimit. Për një kompenzim prej rreth 700 eurosh, ai dyshohet se ndante me bijan edhe të dhëna për zyrtar politik edhe për institucionet e sigurisë së Kosovës. Në qershor 2024 u arrestuan edhe 2 shtetas kosovar, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, të dyshuar për spionazh për bijan. Gjykimi ndaj tyre ka nisur tashmë. Shabani akuzohet se ka ndarë informacione me bijan që nga para luftës së viteve 1998-1999 e deri në arrestimin e tij në vitin 2024. Qerimi dyshohet se ka dhënë informata për UÇK-n, policinë, AK-in, si dhe për dëshmitarët e gjykatës speciale. Në shkurt 2025, një punonjëse serbe e OSBE-s në Mitrovicën e Veriut u arrestua në ndyshimin për bashkëpunim me bijan. Ajo ishte nën hetim prej muajsh dhe dyshohej për ndarje të informatave të ndjeshme. Më 15 prill, ministri I Brendshëm në detyrë I Kosovës, Xhelal Sfeqla, njoftoi për arrestimin e 16 personave, përfshirë 4 oficer serb të inteligjencës, por shumica u liruan për mungesë provash. Rritja e numrit të arrestuarve për spionim tek inteligjenca serbe dëshmon përpjekjet e Serbisë për destabilizim të Kosovës, thot Burim Ramadani. Bia serbe, sikurse edhe në dekadat e kaluara, vetet shumë aktive në minimin e shtetësisë të Kosovës. Mbindjen time është kësaj qartë se Serbia ka plan ose program afatgjat që ta bëj Kosovën zborit të pajetueshme, të dyti të vendosun destabilitet të brendshëm dhe si treti të filloj përçojën midis shumicës shqiptare dhe komuniteteve tjera. Derisa institucionet e Kosovës kryen gjithë këto arrestime, Agjencia e Inteligjencës serbe ka mohuar se pjesëtarët e saj janë arrestuar në Kosovë. Megjithatë, organizata të ndryshme kanë tërhequr vazhdimisht vërejtjet se Kosova mbetet e ekspozuar ndaj ndikimit të strukturave paralele serbe dhe përpjekjeve për destabilizim.